Dhe sinqerisht më vjen keq që sot do dal këtu para jush flas për ndrimin e jetës së bashortit tim, të një babai të mrekullueshëm, një artisti të mrekullueshëm me shumë virtyte, një artisti shumë modest, të një njeriu që mua si Silvie më ka kompletuar, më ka mbështetur, më ka respektuar dhe më ka dashur dhe mbi gjitha më ka falur një djalë si drita. Roeli është vetëm 3 vjet e gjys. Dhe ai ende nuk e kupton se nuk e ka babain e tij dhe unë nuk e di si do rritet me këtë dhe nuk e di kush do ta tregoj. Por e di se ai është shumë krenar për baban e tij, e ka dashur shumë shpati. Është përkushtuar deri në frymën e fundit që Roeli të jetë me gjitha të mira, të rritet me gjitha virtytet. Roeli do jetë shumë krenar dhe sidomos do jetë krenar bashkë kur të shoh se sa prej jush e keni dashur shpatin, sinqerisht ashtu siç duhesh të duhet shpati. I kam thënë shpesh dhe shpatit, shpat, ti je shumë i mirë për këtë jetë, je shumë i sinqert për të botën tonë mizore. Dhe sinqerisht sot ju falenderoj shumë që ju mlodhët të na jep një forcë, të na jep një përkrahje. Shpati të pret në pace dhe s'do ta harrojmë kur